Ndoshta e ke një ndjesi mbrana vetës që ti din më shumë edhe mundesh më shumë. Që ti din më shumë, mundesh më shumë, për prap nuk po ec përpara, edhe nuk po arrin aty ku po don me arrit, edhe pse po merresh me zhvillim personal, ndoshta me vite. Ndoshta ende nuk po manifeston, ndoshta ende je duke ndjek një punë që nuk të përmbush. Ndoshta ende detyron veten me vepru kundër energjisë tënde, kundër dëshirës tënde. Pse ndodh kjo? Sepse ti ende nuk i ke zbuluar dhunti tua, as potencialin tënd të plot. Pra ende nuk i ke gjetë ato gurt kryesor që janë me forcu bazën tënde. Shtëpia nuk ndërtohet duke filluar nga kulmi dhe duke shkuar në bazë, në themel, por ndërtohet duke filluar nga themeli, nga baza pra. Nëse don me ditë më shumë se si me ndërtu shtëpinë tënde nga themeli deri në kulm dhe jo në të kundërtën, atëherë unë të kisha ftu ty me datën 27 qershor, me orë në webinar në ora 7:30, ku do të flasim shumë më shumë dhe do të zbulojmë sidomos se kush je ti në vërtet, kush është natyra jote, kush është thelbi yt, në mënyrë që shtëpinë tënde me ndërtu nga themeli në kulm dhe jo nga kulmi në themel. Mirupafshim dhe shpresoj që do vish në këtë webinar ku vërtet do të jetë një flash për ty dhe të garantoj që keme marrë informacione që ndoshta nuk i ke dëgjuar kur më parë.